Të dashur motra dhe vëllezër, shqiptar në breshat Italisë, i nderuar doktor profesor Sali Berisha, i dashur Kres dhe Pol, onorevole Kasako, i dashur Eduard, të dashur miq, më lejoni së pari të falenderoj këtu Eduardin edhe Erisën, dy njerëz të diasporës shqiptare, dy njerëz që kanë marrë përsipër të bashkojnë shqiptarët dhe të luftojnë në krah të doktor profesor Sali Berishës, që të bashkojnë shqiptarët kudo që janë për ta kthyer atë në një vend me dinjitet dhe me liri. Sot nuk dua të flas si politikan, por me respekt si vlla juaj dhe miku juaj. Ne sot ndiejmë në shpirt dhimbjen për njëkohësisht dhe krenarin e një kombi që nuk është ndar kurrë, edhe pse është shpërndar në të katër anët e botës. Ju nuk e latë Shqipërinë sepse të dishit tikni prej familjeve tuaja dhe vendit tuaj. Ju e latë nga varfëria që rënoi ëndrrën për një jetë të ndershme. Ju e latë nga pasiguria që ju vodhi qetësinë e natës dhe u zbeu të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Ju larguat jo për të shkëputur, po për të mbijetuar dhe për të jetuar si njerëz me dinjitet. Dhe ndërsa ikët rrugëve të botës me valixhen duar, morët me vete në zemrat tuaja për herë një pjesë të Shqipërisë, duke mbajtur gjithmonë me vete me dashuri dhe respekt. Dhe unë dua t'ju falenderoj sinqerisht për atë që keni bërë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Le të kujtojmë motra dhe vëllezër, momentet kur keni ikur. Ju ikët mes lotëve të nënave tuaja, dhimbjeve të tyre. Në çdo telefonat i dhatë familjeve tuaja, baballarëve tuaj gëzim dhe shpresë, por dhe shumë mall dhe shumë breng, sepse ishin shumë larg jush. Nuk punuat vetëm për veten, asnjëherë, por çdo moment ndihmuat pa kursim familjet tuaja, vendin tuaj për të mundur varfërinë. Dhe Shqipëria nuk mund të jetë asnjëherë plot pa të gjithë ju. Një vend nuk mund ndërtohet vetëm me ata që mbesin, por me të gjithë bijtë e bijat e tyre, dhe ne kemi nevojë për bijtë dhe bijat që janë në këtë sallë për ta bërë Shqipërinë madhështore ashtu si takon me dinjitetin e saj. Shqipëria sot ka nevojë për ju, ka nevojë për dijen tuaj, ka nevojë për kurajon tuaj, ka nevojë për përvojën tuaj, ka nevojë për dashurinë tuaj që nuk është shuar kurrë, pavarësisht viteve dhe distancës nga Shqipëria. Ka nevojë për të bërë një vend ku prindit mos jetojnë vetëm, ku fëmijët mos rriten pa gjyshi dhe gjyshet, ku rënjë dhe degët e familjes të mos jenë të ndara. Shqipëria, motra dhe vëllezër, është vendi juaj, por këto 12 vjet, qeveria Ramës në mënyrë qëllimshme ka larguar shqiptarët e ndershëm. Vendin tuaj e ka zënë varfëria, e ka zënë krimi, droga, korrupsioni, pasiguria, përbuzja. Shqipëria është vendi juaj dhe nuk mund ta lini peng as të Edi Ramës dhe as të korrupsionit dhe të krimit. Prandaj sot më shumë se kurrë ne kemi nevojë të jemi të bashkuar. Dhe siç ka thënë doktor Berisha, zgjedhjet e 11 majit janë zgjedhjet e vendimit diasporës, është zgjedhja dhe vendimi juaj. Ju e dini, Edi Rama premton Europën, por ju e dini më mirë se kushdo tjetër se çfarë është Europa. Sepse ju jeni europian, ai premton pasaportën europiane për të bërë mashtrimin e radhës, për të tallur me shqiptarët, me një ëndër që është shumë e largët, sepse Europë do të thotë dinjitet, Europë do të thotë liri, Europë do të thotë ekonomi, Europë do të thotë familje, Europë do të thotë Zot. Europa duhet të kthehet në Shqipëri nga ju nëpërmjet votës tuaj në datën 11 maj, duke votuar numër 1 për Shqipërinë madhështore. Shqiptarët
nuk duan pasaport për të larguar nga Shqipëria. Shqiptarët duan demokraci, duan liri dhe drejta, për të ndërtuar lumturinë dhe për të kthyer në vendin e tyre. Duan shtetin e shqiptarëve dhe jo pushtetin e krimit dhe të hajnave. Europiani e kur ke dinjitet, kur ke liri, kur ato që ti ka falë Zoti nuk mund t'i marrë Edi Rama. Europiani e kur lirin tënde e ndërton me familjarët të tu në Shqipërinë që e ka falë Zoti. Është koha pra të bashkojmë Shqipërinë dhe shqiptarët në përmjet jush, zërit tuaj dhe forcës tuaj. Shqipëria madhështore, motra dhe vlezër, është Shqipëria juaj, është Shqipëria prindërve tuaj, është Shqipëria e fëmijëve tuaj, është Shqipëria e dinjitetit dhe nderit. Shqipëria e madhështore është vota juaj në datën 11 maj. Vendimi për 11 maj, vota për numrin 1, do ndikojnë qartësisht për Shqipërinë dhe për familjet tuaja, prona tuaja dhe ëndrrën tuaj. Le të ndërtojmë pra të gjithë së bashku një Shqipëri ku jetohet me dinjitet dhe dinjiteti padyshim që është madhështor. Një vend ku rriten fëmijët tanë, me gjuhën tonë, me zakonet tona, me krenarinë e qendrës shqiptar, dhe kjo është Shqipëria madhështore. Një Shqipëri ku nuk vihet për shkak të dhimbjes të jetëve të humbura të prindërve tanë dhe dashurve tuaj, apo për pak ditë gjata gëzimi. Sepse Shqipëria është më e bukur, më madhështore, kur jemi të gjithë bashkë, kur jetojmë të gjithë bashkë. Ju nuk zgjodhet jeni njerëz zakonshëm, ju zgjodhet jeni njerëz të jashtëzakonshëm. Ju treguat që jeni të jashtëzakonshëm. Bi dhe bia të një kombi që nuk është përkullur kur. Nuk pranuat të mbjetoni, por morët rrugën dhe riskun për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Duke rënë, por dhe duke ngritur sërish për të qenë këta që jeni sot. Nuk pranuat të shkëmbeni lirin me lëmoshën dhe nënshtrimin. Zgjodhët sfidën përpara gënjeshtrës së Edi Ramës. Nuk tregtuat dinjitetin tuaj për favoret qeverisë. Nuk u përkullet asnjëherë përballë pushtetit, sepse motra dhe vlezër, ju dhe të gjithë ne, duhet për ulemi veç për para Zotit madh, duhet për ulemi për para të mirës, dinjitetit dhe kombit shqiptar. Prandaj, luftoni të gjithë të ditë që kanë ngelur, dhe sillni në rrugën tuaj të gjithë shqiptarët, kudo që janë në Itali, duke qenë krenar për t'i kthyer Shqipërinë shqiptarëve në 11 maj. Kthejani atë familjeve tuaja, fëmijëve tuaj. Ti lutemi Zotit dhe ta falenderojmë atë për atë vend bukur që ka krijuar, por dhe për njerëz të mrekullueshëm siç jeni ju. Votoni numrin 1, masivisht, të gjithë ju që jeni regjistruar dhe ata që nuk janë regjistruar të vinë në Shqipëri për të shprehur dashurinë dhe respektin për vendin e tyre. 11 maj është dita juaj, është numri 1, sepse ju jeni të gjithë njësha, se cili prej jush ka një zë të brendshëm të cilin duhet ta flas fort dhe fort. Unë jam shqiptar i lirë, unë kam dinjitet, unë kam forcë dhe nuk më ndal as Edi Rama, as krimi dhe as korrupsioni. Shqipëria është madhështore, edhe për historinë ati flamuri, por dhe për betimin që duhet bëjmë gjithë bashkë, të ati betimin që Zoti na i ka dhënë, se Zoti vetë la me gojë që kombet shuhen për midhe, por Shqipëria do të rojë, për Shqipërinë luftojmë ne. Motra dhe vlezër, nga një vend i Zotit, nga një vend që do dhe respekton familjen, nga një vend i lirisë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi sot këtu një mik jo thjesht, por një bashkëpunëtor nga më të afërmit të presidentit Trump, njeriun i cili bëri historinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, strategu i fushatës presidentit Trump, duke rikthyer atë në krye të Amerikës, jo vetëm për Amerikën,
por për lirinë dhe dinjitetin e të gjithë njerëzve të lirë. Prandaj kam kënaqësinë të ftoj këtu para jush për të thënë disa fjalë mikun tim, mikun e doktor Berishës dhe gjithë juve, gjithë shqiptarëve, zotin Chris Lasivita.